Pikpyetjet mbaruan, Sara Hoxha dhe Erik Fullani në lidhje së bashku. Ka disa ditë që po flitet për një lidhje të mundshme të Sara Hoxhës me një biznesmen nga Shqipëria të quajtur Erik Fullani. Zërat filluan pas disa fotografive në jug të vendit që të dy ata kishin postuar nga i njëjti vend. Ata tani kanë qenë pjesë e një feste të përbashkët në periferi të Tiranës që aktoria e njohur Olta Gjigari organizoi në festën e 1 vjetorit të djalit të saj të vogël, Zeo. Sara dhe Olta ndërkaq njihen për miqësinë e tyre të ngushtë që pas filimit në kuadër të dashurisë, ku në rol ishin edhe motra me njëra tjetrën. Nga ana tjetër, Fullani nuk ka qenë ndonjëherë pjesë e rrethit të ngushtë të Oltës, të paktën atij publik që shohim në rrjetet sociale. Madje shihet se ish banorja e Big Brother Vepa Albania 2 nuk e ndjek as në rrjetet sociale. E këtu bëri të aludohet më shumë se ai ishte në krah të Sarës dhe për atë ishte ftuar nga Gjigari. Sido që të jetë, pritet të shihet në vazhdim nëse do të ketë një konfirmim nga ana e tyre. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.